Përfaqësuesit e transportit interurban të qytetit Vlorës kanë dalë këtë të hënë në një protestë paqësore. Protestë kjo e zhvilluar në hyrje të qytetit në rrugën që lidh aksin transballkanike me autostradën e Vlorës. Ata protestojnë për vendqëndrimin e ri të autobusëve interurban që është zhvendosur në hyrje të qytetit Vlorës, duke u larguar nga rruga e re ku ishte më parë. Unë jam Francesco Enuzej, përfaqësues i shoqërisë interurbane. Edhe sot jemi mbledhur këtu për stacionin që na ka kaluar bashkia në miratim, që është stacioni i ri këtu te Kastrati, te rruga që lidhet me Burgun. Dhe ne jemi fare dakord, nuk kemi bërë asnjë marrëveshje asnjë gjë me bashkinë që thotë kemi bërë marrëveshje, kemi rënë dakord me autobusat, ne nuk kemi dakord. Ktu s'plotësohet asnjë kusht. Ktu qytetari është i rrezikuar, shoferët janë të rrezikuar dhe ne nuk kemi dakord fare, s'ka kushtet më minimale. S'kemi ku mund të qëndrojmë, s'kemi ku mund të bëjmë një biletari të ri shoferi dhe pasagjerë të rinë rahat, që të presin autobusin. Por në qoftë se ka kushte, në qoftë se ndërtohet në terminal, atë po kërkojmë. Se terminali është për autobusa, nuk mund na çojnë në rrugë. Tu na rrezikohet jeta. Ju keni denoncuar dhe një fenomen tjetër, që ka të bëjë me taksitë pirate. Pirateria tani është rritur gati 95%. Ne 5% po çojmë pasagjerë në Tiranë, tani edhe në rrethet e tjera. Sepse në vendet që ishim ne, tani ka kaluar stacioni fugonave, taksive, 4+1. Ne do vazhdojmë, do pezullojmë punën, siç e kemi pezulluar dhe sot, do pezullojmë punën se s'ka zgjidhje ky më fenomen. Po na marrin nëpër këmbë. Ne jemi taksapagues të rregullt edhe nuk po ja dalim dot më. Ne kërkojmë kushtet më minimale që ekzistojnë. Stacioni ku na ka caktuar kryetaria e bashkisë është stacion më mizerabël që nuk plotëson kushtin më minimal. Halli jonë është edhe ky, nuk ka kushtet më minimale. Nuk ka një tualet dhe kushti më minimal që kërkojmë ne është se këtu është burim aksidenti. Ne duam një terminal. Derisa të na bëhet terminali, mund të na lënë atje ku ishim. Nuk jemi kundra ligjeve, ne jemi taksapagues. Në fjalën e tyre për mediat, përfaqësuesit e transportit interurban thonë se vendqëndrimi i ri nuk plotëson asnjë kusht për të qenë një stacion urban. Sipas tyre, në rrugën ku po qëndrojnë u rrezikohet edhe jeta, për shkak se zbarkojnë pasagjerët dhe bagazhet në anën e rrugës, duke u kthyer në burim aksidentesh. Thonë se protestën e tyre do ta vazhdojnë duke pezulluar aktivitetin derisa të merren masa. Kërkesa e tyre kryesore është ndërtimi i një terminali. Nëse ndërtohet një terminal me kushte maksimale, atëherë do të vazhdojnë të punojnë të qetë. Konfirmojnë edhe faktin se vendi ku kanë qëndruar më parë është kthyer tashmë në një hapësirë ku qëndrojnë taksit dhe furgonët pirat, të cilët sipas tyre u marrin klientët. Zhvendosja e vendqëndrimit të autobusëve interurban sipas tyre penalizon aktivitetin pasi i ka larguar klientët. Jam administratori i shoqërisë Trasel nga Elbasani. Vi nga Elbasani këtu për të stacionuar. Kur nuk kam stacion, nuk kam ku të rri. Vjen pasagjeri nuk e pres do ku ta pres, se s'kam ku ta pres sepse derisa s'ka stacion. Edhe kërkojmë të bëhet të terminali. Duke bërë terminali mbyllen gjithë problemet. Por këtu që jemi shumë skandalos. Jemi të rrezikuar në çdo hap, në çdo moment, sepse njerëzit nuk janë gjithë lloj. Ti hap bagazhin, ai vjen në fut kokën atje, edhe do të përplasën në makinë. Edhe me bicikletë përplasë ashtu, me makinë që vjen 7 dojtë në orë, 8 dojtë. Dhe kjo është shumë problem. Jo, tu s'ka toalet, s'ka asnjë gjë më normale. Sepse duke pas gjithë si ti flas, kur unë bëj rrugë, 4 orë rrugë vi këtu, edhe s'ka ku ndaloj, ku të shprohet në një sekond. Jo, edhe ne për shembull në Elbasan nuk kemi fare kushte në Elbasan. Jemi shumë skandalos, sepse ne jemi preferi, për të paktin e kemi këto toaleti ka, gjithë e ka, pavarësisht se si është situata atje. Ndryshon. Terminali është mbyllur çdo veprim, çdo gjë, sepse ne atë kërkojmë, sepse ne jemi falimentuar, pavarësisht se ne jetojmë në sforca. Edhe këtu kemi dalë në smarim gjë. Nuk i përgjigjemi të punës, tatime, taksa, si përgjigjemi fare dot, sepse mund çdo problem të përplasim me policinë. Pse përplasim me policinë? Policia ka drejtë që bëj atë 1 metër në rrugë dhe bëhet aksidenti, kush më përgjegjësi nuk e di. Në gjithë Shqipërinë, jo në botë, ka terminale. I vetmi qytet vetëm Vlora s'ka terminale. Me që thonë që është
trofizor të na lënë atje ku kemi qenë derisa të bëhet terminali. Këto kisha. Ndërsa nga Bashkia e Vlorës, përfaqësues të pushtetit lokal konfirmojnë se shumë shpejt do të ndërhyet për plotësimin e disa prej kushteve elementare, në mënyrë që hapësira aktuale të mund të quhet stacion interurban.